Megjithatë do ndrojmë temën e emisionit me zemër të hapur përsëri një personazh i kësaj studioje që ka qenë me datën 15 nëntor të vitit 2016 ku ka denoncuar për gjitha institucionet shtetërore se ka 6 fëmijë të cilët vuajnë nga shëndeti mendor. Ajo çfarë shqetësonte më shumë zonjën Suzana Balliu ka qenë gjendja e nipit të saj i cili vuan edhe ai nga shëndeti mendor. Megjithatë ishte një problematikë e madhe për komunitetin ku jeton. Dhe në fakt gjë më e madhe ka ndodhur. Ka ndodhur një ngjarje që aktualisht adoleshenti është në spitalin e Burgjeve. Ndiqni materialin e përgatitur nga gazetarja Odeta Dume dhe rikthehemi drejt për së drejti në studion tonë. Suzana Balliu nuk është e panjohur për mediat shqiptare. Kjo nën, gjyshe, ka trokitur në çdo derë për të kërkuar ndihmë, por të gjitha institucionet e kanë injoruar, duke i zënë derën për të mos i dhënë zgjidhje problemit madhor të saj. Vetëm përpara pak muaj, konkretisht në 15 nëntor të vitit të kaluar, Suzana ishte pjesë e emisionit ton, duke paralajmëruar rrezikun që sillnin për komunitetin fëmijët dhe nipi i saj, ku të gjithë vuajnë nga shëndeti mendor. I lutem këtij shteti dhe gjithë këtyre institucioneve, më marrin të marrabilitojnë me një vend atë fëmijë se jemi shumë rrezik. Jeni shumë në rrezik. Shumë rrezik jemi. Nga momenti në moment mund ndodhi diçka. Me sekonda mund na ndodhi. Ti lutesh shtetit, por shteti ka për detyrë që ta marrë djalin tuaj. E ka për detyrë. Sot në 2017-ën, ajo po vuan pasojat e një krimi shumë herë të paralajmëruar, pasi nipi i saj 14 vjeçar, me përpambetje mendore, ka 3 muaj që ndodhet në spitalin e Burgut për një plagosje që kreu. Atë ditë ai kishte dalë faktikisht, edhe kur erdhi tha, "O nona, më non, më kanë plagos nojsin." I thash, "Kush e plagosi me non? Është plagos ta dhe unë tash i do dalta, do të marr hak tha për atë njerëz tha, se ai tha më gjithmonë pa lek." E ka fjalën për këngëtarin Noizi, është adhurues i këngëve të tij. Po. Edhe merr një kaçavit në dorë dhe na del. Nuk vajti asora. A i dalë gjujtë që unë tuj me kokë, i kishtë thënë, ti e ke plagos Noisin. Bilem 2 javë kanë majtë lidhur, se ka tentu të briste veten. Ishte qanë kokë, ishte qake durët, kishtë marrë lukën e kallçukut e kishtë ngullë të barkut. Por në këtë familje që jeton në kryeqytet, nuk është vetëm nipi 14 vjeçari sëmur. Suzana kujdeset dhe për fëmijët e saj që kurohen për të njëjtën sëmundje. Sa vjeç është vajza? 29. Kurohet? Kurohet. Debakin merr, ribotrin merr, risperidon merr. Të gjitha llojet e ilaçeve ti merr. Ka lindur e sëmur? Po, deri në moshën 5 vjeçë ne faktikisht se kuptuam. E çonja e vizitonja si gjithmonë për spitale. Kur i bën e zhën e kokës atëherë e kuptuam. Që ishte me tmeta mendore, ishte me epilepsi. Të gjithë njëjtën diagnozë kanë, epilepsi prapambetje. Si e përballon? Mos më pyet për të përballuar se kur të arrijë në një ditë do bëjmë dhe vetë si këta. Jeta vështirësohet akoma më shumë për nën Suzanën, që gjithë jetën ka vuajtur, pasi jeton në kushte shumë të vështira ekonomike dhe nuk arrin dot të sigurojë ushqimin e përditshëm. Sa veta jetoni këtu? Këtu jetojmë 10 vetë. 10 persona dhe të 10 janë të sëmur? Jo. 6 janë të smurit, me gjithë të gocës edhe me gjithë 4 fëmijët. E kujtja është kjo banesë? Këte kam të vllajt. Vllai jeton në Greqi. Ma ka lëru për një kohë derisa të vi vetë. Sa dhoma janë këtu? Këtu dhome kuzhinë, se lartë prind të tjerë. Kjo është jetesa që ti bën me të sëmurët e tu? Kjo është jetesa. Edhe kam bërë thirrje 100 herë në shtet, edhe asnjë njeri se ka vënë ujin zjarr që të vinte të ndihmonte apo qyshe tek. Me lot në sy, ajo na rrëfen se ditët të cilat nuk gatuan se nuk ka asnjë ushqim në shtëpi, mundohet të largohet nga banesa, pasi djali, vajza, mund dhe ta vrasin. Kur të vija ju këtu çuditet e gjithë lagja, se të çan nga më të ndryshmet, se kërkon të haj, unë nuk kam t'ja u plotësoj. Janë të gjithë një lloj, të tërë që janë tërë njëri të përgjigje t'japin. Që do të tyrosh të dalësh të mqipesh diku do rish në rrugë, se s'ke, ose ju dhe bukat atë mysin. Këta fëmijë janë një rrezik i madh, jo vetëm për nënën e tyre, por dhe për fëmijët. Ata tashmë janë bërë një problem në lagjën ku jetojnë. S'guxoshim e nxjerr i mashim që ditë në kalamajt myllë dhe ku i binte deres nuk ja hapshim merrte tulla i binte deres donte që të zinte me kalamajt. Ai na rref na ngacmon gjuan me grushta, ngura. Edhe kur ishim unë dyqani me kushërirë, na doli me kaçavid. Edhe po e gjeti fëmin aty, vetëm ja plas kokën ke muri dhe hikën.
Suzana nuk resh së trokituri në çdo derë që i mbyllet. Ajo ka vërtet nevojë për ndihmë, pasi pjesëtarët e saj të familjes, që janë 6, përbëjnë një rrezik të madh për ne dhe fëmijët tanë. Miqtë e mi, jemi rikthyer në transmetim të drejt për drejt në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Do të flasim për një ngjarje të paralajmëruar me datën 15 nëntor të vitit të kaluar në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ku 59 vjeçaria zonja Suzana Balliu ka deklaruar që nipi i saj, i cili vuante nga shëndeti mendor, ishte adoleshent, do të kryente dhe ishte i dhunshëm për komunitetin dhe do të kryente ndoshta plagosjen dhe lëndimin e komunitetit. Dhe në fakt ngjarja ndodhi me datën 20 dhjetor, 13 vjeçari ka plagosur një 15 vjeçar dhe tashmë është me masën e sigurisë burg pa afat. Ndodhet në spitalin e Burgjeve dhe unë i uroj mirëseardhje ngjyshes. Përshëndetje zonja Suzan, mirë se erdhe në studion e emisionit ton. Mbas 3 muajve që ka ndodhur edhe ngjarje e cila u paralajmërua në këtë studio, po që ra në vesh të shurdhër nga institucionet përkatëse. Atëherë, do doja të dija si është gjendja e nipit në këto momente që flasim. Në këto momente që ne flasim, ajo është shkënduar akoma më shumë. Nuk po merr mjekim të specializuar në spitalin e Burgjeve? Mjekim që po i japin ata, unë atë mjekim ja kam pas bërë gjithmonë në shtëpi aty fëmijë. Po çfarë ka agravuar më tepër gjendjen e tij? Ai tash është bërë akoma më keq sepse vendi është shumë i mbyllur. Nevojë për psikolog ka. Spitali i Burgjeve nuk disponon një psikolog? Jo. Aty është në 4 faqet e murit të mbyllura. As dritë, as diell, as nuk han çuni, as një gjë, derisa kanë arritur që ata e kanë lidhur mas krevatit, sepse tentoi të vriste edhe veten. Ka qarë kokën, ka ngulur lukën të barkut, ka qarë durët. Edhe unë faktikisht, kur vajta që e pasha shumë të qarë, kujtova se kanë... Kur ishte era fundit që e ke takuar Bajramin? Ditë në hanë. Edhe të hanën që ma kanë dzirë, mu ka shtrit që unë sa gjatë e gjonë me Sobori, se ka lobi kriz, që asë një sekund nuk kam arritur të flisja me të. Po, ndërkohë që shikon gjendjen e rënduar edhe pse të izoluar të nipit tënd. Shumë i rënduar. Do doja të dija, ke marrë takime me autoritetet përkatëse të spitalit të Burgjeve dhe çfarë thonë ato? Edhe me doktoresh Balbonën, sepse ajo e kam patronazh, edhe me shefen e spitalit aty dhe më ka thënë shefja dhe doktoresha, që neve këtë mjekim po ja bëjmë. Po, neve s'kemi që i bëjmë se ky është i lindur. Unë nga i spital kërkoj që një mjekim më specializuar edhe një psikolog për atë fëmijë. Se unë nuk kam bon me që as të shkallohet më shumë se sa është, edhe as ta letër jetën aty, sepse për atë fëmija ju është burg dhe nuk është spital. Të kuptoj. Megjithatë, ngjarja u paralajmërua në këtë studio. Ne do t'i rikthehemi se çfarë ndodhi vetëm pak javë pasi ti ishe prezent në këtë studio dhe këmban atë ram për institucionet shqiptare në lidhje me të 6 fëmijët e tu që vuan nga shëndeti mendor, po më i rënduari ishte i shtati, Bajrami, i cili është 13 apo 14? 14 vjeç. Apo jo? Kishte një javë që kishte bo 14 vjeçët. Ku ndodhi dhe ngjarja e 20 dhjetorit. Mirë, rikthehem pas pak tek ty, me mua në studio zonja Nexhmie Beqiri avokati, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Heshtja e institucioneve shtetërore duke bërë paralelizmin edhe të ngjarjes që ne hapëm siparin e emisionit Me Zemër të Hapur ditën e sotme edhe të kësaj ngjarjeje. Është një koincidencë e çuditshme që të dyja ngjarjet janë paralajmëruar në këtë studio dhe masa nuk merren. Detyra e medias është të denoncojë dhe më pas janë institucionet që monitorojnë nëpërmjet këshiltarëve të medias duke marrë përsipër përgjegjësinë për të dyja rastet. Kush është mendimi yt? Është më se qartë që në media prezantohen problemet. Unë kam thënë dhe herë tjetër që biles ndonjëherë ka përcjell kufijtë e këtij misioni, siç është rasti dhe i stafit tuaj, që kthehen në një institucion që ndërmjetësojnë midis institucioneve të tjera për t'i dhënë rrugëzgjidhje probleme. Por kufijtë e saj janë të limituara. Kështu që janë institucionet shtetërore e të cilat duhet marrin përgjegjësinë për zgjidhjen e problemeve. Mundet të them pak edhe për rastin e parë që prezantuan. Mendoj një nën e 4 fëmijëve që guxon merr spatën qëllon burrin. Mendoj një baba që merr pirunin dhe i qëllon sy bashkëshortes. Asnjëri nga këta nuk e meriton që të jetë prind. Domethënë, këtu në këtë mes kush ndërhyn? Ndërhyn prokuroria, hap një çështje me iniciativën e vet biles, domethënë, sepse e ka ato të drejtë ligjore të kërkojë që t'i hiqet e drejta e kujdestarisë të dyve. Këta fëmijë nuk kanë pse vuajnë që prindrit janë njerëz
agresiv, janë njerëz si thuash me probleme në personalitetin e tyre, kështu që shtetasit e vetë duhet i marrin në mbrojtje. Fillimisht të marrin në mbrojtje jetën e tyre, pastaj natyrisht mirëqenien materiale dhe mendore, aftësitë e tyre intelektuale, shkollim, edukim e tjerë. Pra, është pikërisht ai minus që krijohet në institucionet shtetërore, të cilat po t'jenë në përgjegjësinë e tyre, po t'jenë në vendin e duhur, po t'jenë në logjikën e detyrës të përgjegjësisë që ata kanë, mund të parandalojnë shumë fenomene. Por kur them për institucionet, janë ato të specializuara të ligjit, por njëkohësisht kemi në për bashki, kemi në për mini bashki, kemi punonjës social, kemi psikolog, kemi në për shkolla e tjerë. Domethënë është një armat e tërë e njerëzve të cilët janë të obliguar, janë të detyruar që ti ndjekin këto probleme. 59 vjeçaria në studion e emisionit Me zemër të hapur me datën 15 nëntor 2016 paralajmëroi rrezikshmërinë e nipit e Bajramit. Dhe vetëm pak javë më pas, me 20 dhjetor, ndodh edhe ngjarja e madhe. Kemi një 15 vjeçar të plagosur nga ky i fundit, ku vetë gjyqja i drejtoi institucionave dhe ne e pam në kronikën e përgatitur të gazetare sot ta Duma. Atëherë, mbi kë bie përgjegjësia? Prindrit e 15 vjeçarit të plagosur me 20 nëntor duhet të denoncojnë vetëm Bajramin dhe familjarët e tij apo dhe institucionet shtetërore të cilët heshton mbas transmetimit të këtij emisioni? Po nëse kanë dëgjuar atë emision, të interesuar dhe pikërisht ata që përgjigjen për të ndjekur këto probleme, prokuroria, policia e tjerë, zonja Suzana këtu në studio e tha që është një dosje në prokurorin e rrethit gjyqësor të Tiranës, e cila ka të bëjë me denoncime që janë bërë për dhunën që ushtronte Bajrami ndaj anëtarëve të familjes. Ka përxehur dhe kaloi tani tek një komshi. Po siç e dëgjuam dhe nga vetë intervistat, edhe të gjithë komshitë e tjerë në lagjen apo rrugicën ku jeton Suzana me familjen e vet, të gjithë ishin shqetësuar sepse mund të binin viktimë e një agresioni të Bajramit. Atëherë në këtë kuptim, s'ka pse zvarriten këto dosje, s'ka pse të ngelen të palosur aty në pritje për të gjykuar, por mund të shmangej ky problem duke caktuar pikërisht një shtrim të detyrueshëm në spital, në mënyrë që të mundet edhe ai të mund të rigjeneronte, mund të kurohesh, mund të qetësohesh atë që insiston edhe sot Suzana. Kërkon për nipin e vet që ai të mundet të qetësohet dhe jo të mundet të si thua të agravohet situata e vet. Megjithatë do flasim pak edhe për procedurat ligjore, po do dëgjojmë për ngjarjen fillimisht, po edhe më pas ta rikthejmë një herë fjalën. Në çfarë dësh dhe çfarë mund të bëhet. Faleminderit zonja Beqiri për të kaluar tek Angela Peza, psikologja jone e përhershme. Përshëndetje, mirë se erdhen në këtë studio. Një gjendje e rënduar e adoleshentit i cili vuan nga shëndeti mendor në kushtet e izolimit, masa e sigurisë burg pa afat i shtruar në spitalin e Burgjeve. Siç e dëgjove dhe dëshminë e 59 vjeçares gjyshes së Bajramit, deklaron që askush nuk merret me nipin tim, madje medikamentet që nipi i merr janë të njëjtat me ato që unë i jep janë në shtëpi. Duhet kemi një ndryshim të terapisë së këtij 14 vjeçari dhe sa do ta ndihmonte në kushtet e izolimit prezenca e një psikologu që zonja e kërkon në këtë studio. Disa herë kam theksuar në studio që shëndeti mendor në Shqipëri përbën një rrezik dhe është në një gjendje alarmante. Për gjithë ne, në çdo shtet, në çdo qytet, në çdo fshat në vendin tonë. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë duhet të jetë më e ndjeshme ndaj shëndetit mendor dhe të ndërtojë struktura që t'i vinë në ndihmë pikërisht personave me një kategori të tillë. Shëndeti mendor paraqet rrezikshmëri jo vetëm për familjarët që jetojnë me një të sëmurë të shëndetit mendor, me një pacient, po paraqet një rrezik dhe për komunitetin. Aq më tepër kur gjyqja, zonja Suzana ka ardhur në këtë studio dhe ka bërë prezente këtë gjë, duhet ishin marrë masa imediate që sot ne mos ishim përsëri në këtë studio. Pra, një nga misionet e emisionit Me zemër të hapur është që të lobojnë dhe të binë këmbanat pikërisht në ato institucione dhe si mund t'i vinë në ndihmë rasteve konkreta. Duhet kemi parasysh që spitali i Burgut është në një gjendje të mjerueshme dhe kjo jo vetëm nuk është për fajt të specialistëve që punojnë atje, qoftë të zonja që tha të ushqen një sanitare atje, nuk është për fajt të drejtorit dhe nuk është për fajt të mjekëve, por është ndoshta për t'i tërhequr veshin atyre që punojnë në institucione dhe instanca më të larta,
për të rekuetuar staf që i duhet pikërisht kësaj kategoria. Nëse ne kemi të bëjmë me një pacient të shëndetit mendor që nuk është i aftë për të kujdesur për nevojat e tij personale, sigurisht që duhen specialistë të banjos, duhen specialistë të tjerë të ushqimit, duhen specialistë për mënyrën se si ai të qetësohet dhe të ndrojmë terapinë, sepse dhe terapia e medikamenteve nuk zgjat për vite dhe për një jetë të tërë me të njëjtin ilaç. Ka ilaçe të reja që dalin, ndryshon medikamenti, sepse vetë imuniteti i personit, qoftë ky imunitet fizik apo qoftë imuniteti i statusit mendor, përfiton nga kjo gjë nga ilaçet. Nuk mundet që të përdoret një medikament për kohë me radhë. Nuk kemi psikolog, por duhet të jetë prezent psikiatri dhe duhet të jetë prezent psikologu klinik. Kjo është e nevojshme për të përgatitur planin e punës për çdo pacient që shtrohet aty. Nëse ne izolojmë njerëzit si të ishin kafsh dhe si të ishin të kopshti zoologjik që t'i marrim mos të hyj as drita e diellit dhe mos të hyj as një gjë tjetër përveç se ti ta izolosh atë person, sigurisht që e bën më agresiv dhe nuk e rehabiliton. Ne shpeshherë kemi folur për burgjet që janë diçka e tjetërsuar nga spitali i Burgut. Nëse ne edhe një person me status mendor normal, ashtu siç ne e themi, do ta izolonim në këto kushte, kur të dilte prej ande, do të dilte me probleme të shëndetit mendor? Sigurisht që po. Ky është një nga rastet konkrete dhe mua më vjen mirë që e kemi si rast këtë gjë që shumë të tjerë të dinë se ku të kërkojnë ndihmë dhe të dinë se si të zgjidhin problematika të tilla. Ne nuk kemi vetëm psikiatri, por kemi dhe qendra ambulatore të shëndetit mendor, që ju zonjë ju apo gjithë të tjerë duhet të çojnë familjarët e tyre te këto qendra ambulatore që të ndjekin edhe psikologun klinik. Do t'i rikthehemi pas pak ti argumente. Në fakt ditën e sotme ne kishim përzgjedhur të njëjtin panel ku avokatja e emisionit të kaluar ka qenë pikërisht zonja Beqeri, të kemi përzgjedhur Anxhe për vetë faktin se ti për rastin konkret ke qenë shumë aktive edhe në faqen tonë të Facebookut emisioni me zemër të hapur, edhe pse në distancë dhe nuk ishe pjesë e atij emisioni ku ka qenë e ftuar zonja Balliu. Dhe duke qenë se ke qenë tepër aktive, ditën e sotme je specifikisht për të kanalizuar dhe për të orientuar sa më saktë vetëm zonjën Balliu, por për gjithë ata që po na ndjekin në transmetimin e sotëm dhe ju falenderoj. Zonja Suzana, rikthehemi tek data 20 dhjetor. Pak a shumë ju e thatë edhe në intervistën e gazetare sot dhe ta duam, por të rikthehemi të gjithë atyre që nuk na kanë ndjekur në minutat e para të emisionit të sotëm. Çfarë ka ndodhur me 20 dhjetor? Kishte dalë poshtë nga Xhiro. Edhe vjen që nga Xhiro. I thash, o bani qarë ke se e pak që si ishte. Për momentin s'më dha përgjigje. Kur hyri brenda, moj nën, tha, hamër, thash. Më tha për një qunë, s'jam baj mund të emrin. Nojzin tha e plagosën në krah. Hajdi, thash me nënën, hajdi, se ka plagos njeri Nojzin, thash, se i jep televizori. I them qunit. E mërë tha pus brenda. Këneti dhe i qikë shumene, tha, do iki, tha, sa te e vranta. Vrap. Po kur të them vrap, asu nuk e arinja do të me vrap. Tha ju i ri. Ja fut nga mrapa palateve del ke shkolla Qazim Kurdiu. Dalun ta shikoj nga mrapa, se pash. Ky kishte hyrë mrapa shkollës. Ky çuni kishte qenë të kalu. E i kishte thënë, me bano, ku po shkon? Po dali kishte thënë se kanë plagos Nojzin. Se që kishte sharë dhe ai. Ky një ku e kap këshu nga të dy shpatat e akput me kokë të në hundët. E le aty vjen me vrap, po prap në shpi. I them që unë i tjetër, se qa ka bo bani, se i kështë ik ftyra fare. O bani, qa ke bo? Sot ta unë burg, tha unë tokë, tha. Qam ta fjallë këshu, thashmë. Do me të vrave ty, tha se njonin e vrava, tha ke shkolla Qazim Kurdiu. Mu më hiku shpirti. E marë këshu freskom shit. Erdhen ata quna që kam aty apër, që kanë dalë dhe një intervist. Amano e ditë keqen, tha shkape në qikë, se qa ka bo kjo, i tha shuna. A ju e mërë këshu me të mirë, të bani qa ke bo? S'kam bo gjarë burë, thot. Vajta i rash me koka ti, thot, se a ju thot e ka plagos Nojzin. Ishte i tërbuar, që kur ka qenë i vogël faktikisht. E marim në me të mira gjata ma i mrena. A ju, o do hiki o s'ka, ngrijet na hikën. I nëzirë këtë qunin unë që për e manë të ke shpia nga mrapa. Ky e kështë nëzirë dheri ke shkolla Iliria, që është mas shkollës Qazim Kurdiu. Që mërzit në ju se kom shi, u këthy mrapsh. Ky shkon ke Vizion Plusi, kështë që në jema aty për jashta, se të dy njësoj janë. O bani i kështë të në qa ke këshu,
I gari dreq ti i kishtë. Ta shi këtë dreq, kjo dreq, ja këput kësaj kë. E hedh nga bordura poshtë. Pra, Bajrami përveç plagosis së 15 vjeçarit, ka plagosur dhe ka qëlluar dhe t'jo më në ditë. E cila vuan po nga shëndeti me ndorë. Po të dy njësë. Ta shi unë në shpitime s'dinja gjë. Ngrijen aty, a lajmëroje jema. A lajmërun ata që e panë, vetëm të gënjej. Çfarë ndodhi me mbritjen e E policisë? kishin marë policia, kishin qunë rajon, në s'dinja gjë. Kur u lajmërove ti? Mund kishe një orë djalin rajon. Në orën 6 darkës më kanë lajmëru mu. Më merë një policë, më thot, po të pyesësh për gashin, thot, hajde, thot, se e kënë rajon, thot. Ngrije, mund shkoj. Qarë ka bërë? I ka rënë njëri, thot, ke shkova qazim, kur diu faktikisht, unë nuk e besova. Thash, po fletu jermë se, nga njërë dhe pliste. I thash, ka rap dhe nën e vetë. Thash, lere në nën e vetë, sa jo është në në vetë, thash. Po këj tjetëri. Tha ju tjetëri, tha erdi këtu faktikisht, tha bëri denancim, tha po kur e pa banin, tha që si shte në regull, tha që denancimi im do iqet, tha. Po nebe, tha, nuk e lëshojmë ma, tha. Qarë thumër, thash, nuk e lëshojnë ma ti, thash. Jo, tha, a ju, tha, brenda 3 muajve, mund të ketë 120 denancime. Thash, po tjeto denancimet, vetëm se i man, thash, për tipi lëngun, sepse unë, thash, nuk kam lën ven. Edhe ty të kam ardhur 100 herë që të kam përku faktikisht, thash, një shtrim. Po me thënë drejt nuk e dinja që ishte në spital Burgut, e dinja ke psikiatria jonë që ishte në spital civil. Edhe këte e them, se ta kësha ditë për atje për Zotin, ta kësha lidh vetë në shpi dhe ati se qonja. Tha, e po tha, regullat janë regulla, më thot mu. E marin e mbajnë qunin. Që në moment aty që e mbajtën qunin, shikoj unë vjen makina e urgjencës. I bëjnë gjilë para këta, se kaloje. Aman mori, thash, mere lëshoje, nuk e lëshoj, thash, sa denancime ka kymë, thot mu. Ma 72 orëve në nëzirin gjyq, ngrije mu shkën gjukat. Më thot gjyqtarja, ti zojnë, thot, për jashtë. Thash, unë për jashtë nuk dali, thash, jo ti tjesh, thash. Po të ngrijet edhe në naime, i thash, a ju shpnjë i mitur dhe është njërimet me ta mendore. Këto tash i zdeshin faktikisht të pranonin si raport. Që mu po më thoshin... Ju e paraqitët raportin mjekësor? Po, paraqitat gjitha. Më futi pasaj u hula aty brënda dhe filloj kjo po fliste. I thash, ka mundësi tash i që marove ti të plasë unë të fjallë. Unë për këtë pëmi, thash, nuk kam dënë zyra shteti patrokit. Më tha, a ju thash është një smur me ndorë. është pa babë, është pa nënë, se zere thash se i kam tekur të gjithë. Pse më tha mu, janë të gjithë smur familjarisht, i thash. Plus që kam këta, i thash, kam edhe 4 fëmijët e mi. I ketë gjithë dokumentacionet ta me vete, po më thash të gjitha, dhe praktikisht i kësha marrë gjithë me vete. Kur dhe o thash që lëshojnë tavolinë, merë kjo i lexot gjitha një nga një. Më nënë e tha, po këta pas kanë të gjithë një diagnoz, të gjithot ke që nëna thash janë njësoj. Unë thash ju lutem shumë këti prokurorit tash, ishte Avni Kraja dhe ishte njëri shumë i mire, falenderoj. Se si fillim faktikisht e i se dinte dhe tha, ares me burg, tha. Mu mos asë më binte i fakt. Kur i lexuan raportat, jo, tha, a ju nuk qenë ka asë për në burg, asë për gjë. Nëna tha, vishet vetë këtë ngritën qunin. Qoj, tha, Bajram, tha, Polta, sa vjetë që? Ka të më vjetë, tha, se kur në brikose të shupan, a ju ngeli kështu për shikante. Nëna jote, Suzana Balliu, tha, ajo që t'ka pjellë, Suzana, tha, m'ka pjellë. Po babën, tha, si ta qujnë, se emrin e tjatit e ma men përmenç, Erion, tha. Kurin ti, tha, ke burgu, tha, se emra rrugë e këshu, shqyqy që ma men burgun 313. Jo, jo në burgi, tha, ju t'keqen gjagji, se dhe ati faktikisht i erdi shumë keq. Po tha, kuri, ke burgu? O nëna, qa më thot ke burgu? Të tregon vetëm venin që kina shpin ke burgu 313, tarse nuk di. Kush të lanë ty, Bajram, tha, nona, tha. Si të lanë nona ty? Më lanë, tha. Kush të ushqen ty, nona, tha. I thash, më falë një zotrin, ky me hangër s'di, ky me ovesh nuk di, ky me ula nuk di, ky urinon në vënd, i thash. Ky i ka tërë zezat, i thash. Atere, tha, ti lem ka intiturin paraqitje, unë jam plotësisht dakord me ty, i thash. Edhe jam dakord, i thash, ta të gjën gjithë ta këtu që mrapa ekurave të dalun dhe jo këtë fëmi, i thash. Ky nuk të vetet paraqitet, keqe nëna, thash se, kur do t'i mbushet mëndja këtia? Me ares shpije, së do të mëren, thash. Po pse Bajram, tha, nuk rimen? Do iki, tha, ke gjiro, i tha prokurorit, tha, se unë atje takoj nojzin, tha.
Kjo ishte zhvillimi i seancës për masën e sigurisë, megjithatë u dha burg pa afat. Ju fillimisht e keni dashur dhe më pas duke parë kushtet e Spitalit të Burgjeve. Edhe prapë dua. Jam gati ta lëshojnë që nesër në rrugë nuk e hedh. Zonja Suzan, ne bashkë kemi diskutuar shumë herë dhe më ke deklaruar që rrezikshmëria për komunitetin dhe për ju vetë është shumë i rrezikshëm. Shumë i rrezikshëm. Ai nga sekond që mos ta kesh menin dhe mos kesh në njëri aty hapur ai tumbet. Po dhe që ta leta shoh në atë fargjendje, këtë nuk e përballon. Pra gjatë këtyre muajve gjendja e tij është rënduar në Spitalin e Burgjeve. Kam çu djalën 80 kg në atë spital. Ai ka 50 kg. E ke çuar 80 kg dhe është 50 kg? 50 kg nuk i ka. 3 muaj pas ndalimit dhe shtrimit në Spitalin e Burgjeve? Ka humbur kaq shumë kg? Ka marrë fund si njeri. Kur them që ka marrë fund, ka marrë fund. Megjithatë, teksa kemi diskutuar bashkë dhe ke denoncuar dhe vjen dhe interesohesh her pas here në redaksinë e emisionit Me zemër të hapur, shqetësimi më i madh i joti është jo vetëm gjykimi i Bajramit, por edhe në qoftë se Bajrami do rikthehet në familje, çfarë do bëhet me të? Sepse e ke kërkuar përpara se të ndodhte kjo ngjarje. Që ata mi kishin gjetur një qendër habilitimi dhe unë si nën ta merr një 2 ditë paktën javë, shtunë diel si të nënace. Nesër do kthej edhe unë syt në krah tjetër. Pa ata fëmijë s'ka kush t'i përballoj, ata janë mes të katë rrugëve, ata janë të gjithë si e jema, si i jati, ku do shkojnë? Mirë, Suzan, emisionin e kaluar, babai Bajramit u lidh nëpërmjet telefonit me studion e emisionit tonë. Në lidhje me këtë ngjarje që ndodhi vetëm 3 javë mbas lidhjes telefonike me këtë studio, si shprehet babai Bajramit? Çfarë Babai njësoj. Sa është interesuar për të birin? Fare? Fare. U bë djali 3 muaj atje. E kam telefonu që t'i vi çunit se the me merr malli se fëmia është. Absolutisht. Mirë, në qoftë se ne do ta ritelefonojmë ditën e sotme, kush është mendimi yt? Si do reagoj ai në lidhje me studion? Ai të që kishte radhën e para të reagim ka. Po pse nuk ka një interesim ndaj Bajramit? Ai as do të di për asnjërin, jo vetëm për Bajramin. Për të 3 fëmijët ai nuk do të di. Po gjendja e Bajramit është më e rënduar. Më keq s'ka më. Kërkon rehabilitimin e tij, jo dënimin e nimpit tënd? Jo, dënim jo. Dënim jo. Po tjetë për dënim. Dhe dalja më njëherë nga Spitali i Burgjeve, thoni ju. Po. Mirë, një dënim që ti që tjetë që i ki hapur, është më ndryshe. Një dënim që ti e kërkove vetë, arrest me burg. Apo jo? Jo. Më the pak më përpara që nuk doja arrest shtëpia. Jo. I thash, po tjetë puna për shtrim. Po. Unë jam dakord. Po nuk i dije kushtet e Spitalit të Burgjeve? Jo, nuk i dinja. Të kuptova. Se dinja. Mirë, rikthehemi pas pak me ty, por edhe me mendimin e 2 specialisteve tona, ndjekim një hapësirë të shkurtë publicitare dhe rikthehemi një herë. Miqtë e mi, jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt me zonjën Suzana Balliu për të disa të herë në studion e emisionit Me zemër të hapur, një ngjarje paralajmëruar që shpresoj ditën e sotme të marrë një zgjidhje. Zonja Suzana, jemi pikërisht tek kujdestaria dhe sa i përgjegjshëm përballë ligjit është djali yt. Ti ke kërkuar kohë më parë kujdestarin. Po, e kam kërkuar. Në gjykat apo jo? Kam hapur gjyqin, kemi nejtur 2 vjet në gjyq, shkuam deri në një farveni në gjyq dhe në fund fare më tha gjyqtarja, tha, ky gjyq sa do bllokohet apo derisa nuk vjen i jati. Është dakord ta goca jote, tha po, baba vetë. Ai s'na erdhi asnjëri. Mos paraqitja e babait biologjik të Bajramit e bllokoi që ti të merrje kujdestarinë e tij apo jo. Ndërkohë ai e merr kempin apo jo? Kempin e merr. Të grupit të parë apo të dytë? Të dytë. Të grupit të dytë, ndërkohë që ti ke kërkuar kempin dhe invalid i grupit të parë apo jo. Pse nuk e more? Duke qenë se ti je ushqen, ti je lan, ti je shplan. Që unë do ta çonja në kemp, e çova ke kempi. Ai i kempit doktor Besimi më tha, le që do tha një nga doktori asaj mjeko ligjor se s'di as ti them ç'a ishte. Do dhe një tjetër, tha, po me gjitha të dha ithja kempit e pror, tha. Unë nuk ja odha faktikisht kempit e pror, se mëra bani në spital, ngela mas banit, edhe nuk arrita që të shkonja në kemp e pror. Bilëm dhe flet në drejtimit për kemp që më dhanë për të marrë kujdestarinë, kam çantë me vete. Megjithatë këtë lloj burokracish për shkak se ti duhet ishe fizikisht dhe ndërkohë ishe me fëmijë të shtruar në spital, edhe atë ma hoqën. Të ka bërë që ai të mos klasifikohet si invalid i grupit parë dhe ju të merrni kujdestarinë. Sepse ju kujdeseni për të, e lani, e shplani, e ushqeni, gjithçka. Deri më sot që ai është 14 vjeç, e kam. Para sa kohësh në gjykat u mbyll çështja për të marrë kujdestarinë ligjore? Po 2 vjet.
U bë 2 vite. Në këto 2 vite nuk ritentuat edhe njerë me babajnë? I thash atia, po më thoshte dobi, Edhe nuk sa rita që i mora pasaj një deklarat me noter, që e mbaj unë atë fëmi. Të deklarat notariale nuk e ke paraqitur në gjykat vetëm? Jo, tashia ka marrë. Tani e ke marrë sa ko? Ka një 6-7 muaj. 6-7 muaj. Nga që vinja për dalë mas Bajrami, s'kisha nga Në fakt, kuptohet edhe koha fizike e zonjës, ka 6 të smur të cilët vuajnë nga shëndeti mendor, plus edhe fëmijët e vajzës, të cilët janë motrat dhe vëllezërit e Bajramit, po Bajrami dhe gjendja e tij shëndetësore është më e rënduar nga gjithë tjerët. Folëm për ngjarjen e paralajmëruar, por çfarë do ndodhi mbas ditës së sotme, zonja Nexhe, ku zonja deklaron që mirë se mund të dënohet, por si mund të rikthehet në familje, ku përsëri do jetë shkaktar dhe frika e komunitetit ku ne jetojmë, thot zonja, por edhe e jona. Unë dua ta nis nga një thonje kapitale, që çdo njeri vuan pasojë një gabimi. Që do thotë çdo lloj vuajtje, domethënë diçka është bërë gabim. Gabimi ka filluar, megjithëse është në kohë pak të largët, por dua ta tërheq vëmendjen këto për të tjerët. Derisa një vajzë e cila ishte smur mendore, vajza e zonjës Suzana, që është për të admiruar për gjitha përpjekjet, vëmendjen, dashurinë që ka treguar për nipat, mbesat, për vajzën e vet, për ta mbajtur atë familje aq sa mundet, është për të admiruar. Përsëri pasoi një gabim i gjithë kjo vuajtje që ka martuar një vajzë me tmeta mendore, e ka martuar, i ka dhënë një burr. Edhe ajo solli tani dhe 3 të smur mendor. Më thënë llogarit që ky gabimi që bëri fillimisht u zmadhua dhe u krijuar një problem jo vetëm për Suzanën, për vajzën e vet, po është krijuar tani një problem dhe për komunitetin aty. Kjo do thotë që njerëzit duhet mendohen mirë në vendimarrje. Ka ca vendimarrje personale, por që nuk janë thjesht personale, sepse njeriu jeton në një komunitet, njeriu çdo lloj hapi që bën nuk është mon në shpellë, diku i izoluar, po është në një shoqëri, do hyjë në marrëdhënie me njerëzit e tjerë, do hyjë në marrëdhënie me shtetin, do hyjë në marrëdhënie me pronën e tjerë. Suzana nga halli ka mësuar shumë gjëra, po ka shumë të tjerë në çdo cep të Shqipërisë që nuk e kanë të qartë se çfarë lloj përgjegjësia është që ti të krijosh një familje dhe njëkohësisht të sjellësh fëmijë në jetë dhe të mundesh ata të kesh me një sjellje konform ligjit, konform shoqërisë, konform stadit shoqërisë. Konkretisht, Suzana problemin e ka parë, sepse ka vuajtur çdo ditë dhe erdhi dhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur për të prezantuar pikërisht problemin e nipit të parë i cili ishte në adoleshencë dhe natyrisht që kishte një agresivitet më të madh, se ndoshta kur ishte më i vogël nuk ishin shumë të dukshme shenjat e epilepsisë, të prapambetjes mendore, të agresivitetit e tjerë, po tani e kombinuar dhe me adoleshencën ato morën për masat më dha. Natyrisht që kishte dhunë dhe kishte denoncuar dhe vetë policia kishte parë që ishte një njeri me probleme, një shtetas me probleme, me rrezikshmëri shoqërore. Pa pritur që të dëmtohej rënd dhe dikush tjetër, siç ishte në rastin tani. Pa pritur këtë, mundet prokuroria të kishte ndërhyrë. 120 denoncime. Po, natyrisht që në Shqipëri, unë s'kam dëgjuar të ketë, si thuash, qendra të rehabilitimit të smurëve psiqik, ka disa spitale ku mund të çohen, mund të ta kishte bërë këtë gjë. Zonja Suzana, ka spitalin e Vlorës, spitalin e Elbasanit, mund ta kishte çuar, ose vetë mini bashkia, njësia administrative, mund ta ndërmarrë tani këtë gjë, këtë nismë pas këtij emisioni, jo se duam ne, po është interesi i qytetarëve, i shtetasve të vetë të Republikës së Shqipërisë, ti marrë dhe ti sistemoj një spital psikiatrik, ku natyrisht ka një mjek psikiatër, ka dhe sanitar, kujdestar të tjerë të cilët mundet të ndërhyjnë, të punojnë, si thua ti mjekojnë për të rehabilituar dhe për të jetuar në kushte disi normale. Kalojmë ke rasti konkret më i fundit. Është marrë masa e arrestit me burg për Bajrami, për nipin e zonjës Suzana. Pse? Sepse ka bërë një vepër penale, pra ka plagosur dikën tjetër. Dhe ai duhet përgjigjet penalisht tani, pavarësisht sepse Suzana e paralajmëroi dhe dinte që mund të arrinte në një vepër të tillë penale. Tani kur kryhet një vepër penale, natyrisht në gjuhën e ligjit duhet të mendosh, kur bën një veprim, duhet ta mendosh pasojën që sjell dëm tek një tjetër,
tek një person tjetër, në pronën, në marrëdhëniet, në moralin e shoqërisë, në sjellje tjerë, pra ka disa vepra penale që një kodi penal i Republikës së Shqipërisë. Pra duhet jesh i vetëdijshëm që po sjell një pasojë, pra e bën me dashje atë. Njëkohësisht, veprimi apo mosveprimi, kur ti, pra edhe në raste kur nuk vepron, dhe e di që do sjell një pasojë tek tjetri, një dëm konkret, ose dhe në rastet kur ti e di që sjell një dëm, por i ke futur një mendje të lehtë duke menduar që asë mbase s'ndodh kjo gjë. E ke vjedhur, nuk e mendon që mund të sjellë një pasojë, ose e ke bërë një sjellje të pahishme, edhe në këtë edhe mendon që ama se s'është në një rëndësi. Edhe në këtë rast ti përgjigjesh, më thënë, penalisht, kur kemi të bëjmë me një vepër penale. Por në rastin konkret Barjami, është i papërgjegjshëm. Pra, dhe unë jam i bindur që një grupi ekspertëve mjekoligjor, i ekspertëve psikiatër, unë jam e bindur me aq sa ka treguar Suzana dhe me raportet mjekësore që ka gjyshja vetë Suzana këtu në studio, ai do të jetë i papërgjegjshëm, do shpallet i papërgjegjshëm. Po këto vendim do ta marrë gjykata e rrethi gjyqësor të Tiranës. Gjithsesi edhe në qoftë se shpall të papërgjegjshëm, çfarë do ndodhë me Bajramin? Çfarë do ndodh tani? Për këtë duhet jemi të qartë. Sa e rëndër situata e tij ligjore, sepse datën e 20 dhjetorit ai nuk ka bërë vetëm plagosjen e një 15 vjeçari, por ka bërë një kundravajtje tjetër penale, siç është dhuna në familje, se ka dhunuar dhe nënën. Në rastin konkret tani gjykata ka vendosur që do të jetë arrest me burg dhe pikërisht në spitalin e Burgut, sepse ka patur parasysh dhe raportet mjekësore. Ai do dënohet. Do dënohet. Edhe meqense është një rast i tillë kur bën një vepër penale, nëse vendoset për shtrim të detyrueshëm në spital, ka një spital psikiatrik që është në Zari të Krujës, dhe do më thënë atje shtrohen ata të cilët janë të smur dhe kanë kryer vepra penale, sepse mendohet gjykata do e çmoj pas një raporti të mjekëve psikiatër, nëse ky është me rrezikshmëri shoqërore, atëherë tani gjykata nuk mund ta lëjë atë në ambiente të lira, në komunitet, sepse nesër mund të marrë një hanxar, një thik dhe mund të vrasë dikë tjetër. Sa do luaj rol mosha e Bajramit? Ai është vetëm 14 vjeç. Ai natyrisht që në këtë rast, më thonë, gjykata do të çmoj që me gjysmën e dënimit do dënohet, por problemi është pak i më i ndërlikuar sepse kemi të bëjmë me një njeri i cili është i smur mendor dhe është me rrezikshmëri shoqërore. Kështu që shtrimi me vendim gjyqi, shtrimi i detyrueshëm në spital do bëj që ai do shtrohet në mënyrë të detyrueshme me një vendim penal të gjykatës së rrethit gjyqësor, do shtrohet në spital. Atje natyrisht do t'i nështrohet një terapie mjekësore me specialist të psikiatrisë. Do t'i nështrohet kësaj terapie dhe në një moment të caktuar. Nëse ai ka përmirësime, është pikërisht bëhet një kërkesë në gjykatën e rrethit gjyqësor, konkretisht po t'jetë në Krujë atje, dhe lirohet, duke pat parasysh që është përmirësuar, është rehabilituar dhe është i mundshëm që ai të jetojë i lirë në komunitet, në familjen e tij, por njëkohësisht ku është në marrëdhënie dhe me të tjerët. Ky është problemi. Sepse ka pat një debat dhe para ca ditësh në një televizion tjetër. Në kushtet ku nuk ka kryer një vepër penale nuk mund të vendosi gjykata ose prokuroria që jo ta çojmë në një spital psikiatrik. Jo, janë prindrit ata, i të cilët duhet të interesohen dhe kur e shikojnë bashkë me mjekun, psikiatër të lagjes ku jeton ai, dhe nëse ka probleme të cilët të shëndetit mendor duhet ta çojnë në një spital, siç është ai i Elbasanit apo i Vlorës. Kurse kur kemi të bëjmë me një vepër penale, e cila kalon nëpërmjet prokurorisë që harton një dosje të caktuar, nëpërmjet një gjyqi që ndjek të gjitha procedurat që ka kodi penal dhe kodi procedurës penale, atëherë vendoset merret një vendim gjyqi dhe caktohet shtrimi i detyrueshëm në spital. Dhe pastaj do shikohet se si evolon, si është situata, si është gjendja e tij psiqike, si është gjendja e tij mendore, e tjerë, dhe atëherë me një kërkesë tjetër bëhet përsëri gjyq dhe janë ekspertët ligjor, mjekët, psikiatrë dhe janë 3, të cilët
e shqyrtojnë në tërësi dosin, e kontaktojnë, e vëzhgojnë për një periudhë të caktuar të smurin, në mënyrë që të konkludojnë nëse ai tani është i mundshëm të dalin nga spitali dhe të jetë pranë familjes. Imagjino këtë kalvar kaq të gjatë problematike ligjore dhe shëndetësore që ju e shpjeguat në kaq shumë minuta të detajuara. Por çfarë do ndodh me këto institucione që e çuan këtë familje, këtë gjyshe dhe atë 14 vjeçar të jetë në të tilla kushte? A ka mundësi që kjo familje të përballojë këto kushte ligjore dhe shëndetësore për cilat ju folën? A është kjo familje pikërisht viktima e këtij sistemi të kalbur që nuk funksionon, zonja Nexhi? Suzana nuk i ka mbaruar hallet e veta. Në kuptimin që domethënë ka dhe të tjerë në familje. Kjo gjë duhet kishte ndodhur me vite. Ka një poliklinik të Lagjës, ka një mjek, tani ka dhe mjek të familjes Biles, i cili merr dhe ai nismë, se ndoshta Suzana nuk ka menduar shumë, po mjeku mendohet që është një njeri i specializuar, është një njeri i shkolluar, ka një grup ekspertësh në Lagje, domethënë të cilët mundet të mblidhen të tre, e studiojnë çështjen, marrin pacientin e tyre, e vëzhgojnë në periudhë 3 muaj, 6 muaj, 1 vit, dhe thonë, hajde ti Suzana, ti je kujdestarja këtyre fëmijëve, megjithëse këto s'kan bërë as heqjen e kujdestarisë ligjore të nënës dhe babait, të Barjamit dhe të 2 fëmijëve të tjerë. Nuk e kanë bërë akoma. Sepse se ka ditë, ose e ka ditë dhe si thot vetë, e ka penguar, s'ka shkuar babai, një babai pa përgjeshëm, që i solli në jetë këto fëmijë dhe nuk do t'ja di, as për pensione shqimor, as për sëmundjen e tyre, as për jetën e tyre e tjerë. Këto fenomene ndodhin. Po këto fenomena ndodhin, po shteti që ndërhyn, që i rregullon këto, sepse i ka të gjitha mekanizmat ligjor, i ka dhe të gjitha mekanizmat, gjitha institucionet për ta bërë këtë gjë. Atëre këto mjek të Lagjes, ku shkon Suzana dhe çon këta fëmijë të smur mendor, mundet të konkludojnë dhe atëre thon Suzana, edhe tani poliklinika e Lagjes është aty, ambulanca është aty, dhe ky djalë nuk e pse e mban ti. Sepse nuk mundet do ti ta përballosh as me gjendjen tënde fizike, as mendore, po as edhe materiale, financiare, dhe ta çojnë në spitalin psiqiatrik të Elbasanit, në spitalin psiqiatrik të Vlorës. Nuk është burg atje, janë kushte më të mira, janë me mjek, psikiatër, janë me kujdestar, janë me aktivitete të ndryshme për rehabilitimin mendor, për përmirësimin e tyre, pavarësisht që dhe atje mund të ketë probleme. Dhe kush e bën shtrimin pikërisht në këtë spital psiqiatrike që ju është poliklinika? Poliklinika, duke patur kujdestarin Suzana. Krahas me policinë, njësim bashkiake, është edhe poliklinika e Lagjes mos funksionimi gjithë këtyre hallkave. Edhe njësisë administrative, sepse në njësinë administrative ka një punonjëse sociale, e cila merret direkt me problemet që ka komuniteti. Natyrisht Suzana nuk ka ndetur e heshtur, ka shkuar, se na i tha dhe herën tjetër, ka shkuar ke njësia bashkiake, i ka prezantuar problemin, atëre janë pikërisht kjo ndërthurje e veprimtarisë të Po duhet kishim viktima dhe ngjarjen e 20 dhjetorin dhe rikthimin e zonjës Suzana në këtë studio që të funksionojnë këto institucione. Kjo është si dhe rasti që ipi sot atje në ato xhak. Domethënë i lëm gjërat që njerëzit ndonjëherë kalojnë në vetë gjyqësi ose të bien viktimë e një krimi të cilët vetë Barjami se kishte menduar kurrë dhe vetë Suzana se ka dëshiruar kurrë në kurrës. Për këtë incident të ndodhur, kush duhet kërkojë falje publike? Këtu s'kërkojnë falje publike. Këtu nuk kërkohet asnjë. Po duhet asnjë në këtë situatë familjen, të ndodhte gjithçka. Ai duhet dhunonte nënën me 20 dhjetor, po duhet të dhunonte edhe adoleshentin. Policia kishte 120 denoncime. Prokuroria po prape, ambulanca e Lagjes, njësia administrative, punonjësi social, të gjithë që duhet ishin një zinxhir hallka të cilat nuk shkëputen nga njëra tjetra nuk kanë funksionuar. Të gjitha janë pjesë e shtetit, kur themi shtet, nuk kemi parasysh thjesht kryeministin dhe qeverinë. Kemi të gjitha këto levat që ka shteti në tërësi. Jo vetëm pushteti legislativ, po dhe pushteti ekzekutiv, kemi shteti së drejtës, domethënë kemi gjitha anët, pjesët që përbëjnë shtetin e Republikës së Shqipërisë dhe të gjitha kanë detyrim ligjore, duke pat parasysh Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe të gjitha
kodet e ndryshme, penale, civile, kodi familjes, të gjitha institucionet, vendimet Këshillit Ministra, të gjitha i kemi të mira, zonja Beqiri, por që zbatueshmëria gjithmonë lë për dëshiruar, e thënë shumë herë dhe është kthyer sikur e fjalë emisionit me zemër të hapur. Po prandaj bëjmë dhe emisionin edhe për të tërhequr vëmendjen, edhe si thuaç për të dëgjuar. Unë shpresoj që diçka të ndryshojë ditën e sotme për të kaluar tek Angela Peza. Hospitalizimi është një kërkesë jo vetëm e zonjës Suzana Balliu, por ishte një nga kriteret që përmendi në komentin e saj edhe avokatja zonja Nexhi Beqiri. Si mund të arrijmë deri ke hospitalizimi dhe sa ndihmon Bajramin hospitalizimi ti në një spital psikiatrik? Avokatja zonja Nexhi e përmendi shumë mirë se si një individ që has problematika të tilla të çrregullimeve të shëndetit mendor duhet të shkojë deri në hospitalizimin e pacientit dhe të familjarit që ka në shtëpi. Gjithë ky problem ne sot flasim vetëm për Bajramin, i cili është 14 vjeç dhe ndodhet në spitalin e Burgut. Po të tjerët që kanë po kaq nevojë sa Bajrami dhe janë po kaq agresiv sa Bajrami, kush do të kujdeset për to? Nëse zonja unë uroj shumë ta ketë jetën e gjatë, po nëse do të ndroj jetë, kush do kujdeset për një familje të cilët vuajnë nga shëndeti mendor? Diagnoza e epilepsisë, që në momentin që një mjek diagnostikon, e di shumë mirë se si arrin degenerimi i qelizave të trurit dhe kush janë diagnozat bashkëshoqëruese që kanë këta njerëz ose këta pacient që mbartin diagnostikimin e epilepsisë. Që do të thotë, jo vetëm duhet ndiqen në mënyrë të vazhdueshme dhe duhet të kenë hapa të tilla, por ndryshon mënyra e trajtimit të medikamenteve, pra terapia që ata marrin nuk është më e njëjtë ashtu siç mund ta ketë marrë Bajrami dhe fëmijët e tjerë nga mosha 8 vjeç deri në moshën 14 vjeç, sepse trupi fiton imunitet ndaj ilaçeve dhe nuk kanë më efekt. Dalim tek pjesa tjetër që një mjek raporton dhe bën kërkesa me ndihmën e psikologut që mund të ndodhet në qendrën ambulatore, me ndihmën e punonësit social që është në bashki. Prandaj funksionojnë shtetet dhe specialistë, se ajo punë nuk është një punë vetëm mbi letra, por është një punë që lobon dhe ndihmon të gjithë komunitetin ku këta njerëz jetojnë dhe punësohen aty. Përpos kësaj, unë të doja që të thoja që zonjën t'jepje disa sugjerime, zonjën Suzana, të shkonte tek qendra ambulatore këtu në Tiranë, aty ku i përket vetë komunitetit që jeton. Ka qendra ambulatore të shëndetit mendor, në Tiranë janë 4 të përfshira dhe do të shkosh aty, do të marrësh një plan pune apo disa këshilla se si do të trajtohen fëmijët dhe si do të ndryshojnë mënyrën e terapisë të medikamenteve, sepse kjo është shumë e rëndësishme, duke qenë se ata janë shumë agresiv. Do të thonë sigurisht edhe mënyrën se si ato duhet të ushqehen e tjera, nuk duhet të hyjnë në hollësire të kësaj natyre. Përpara se dalim te psikiatria në Elbasan apo psikiatria në Vlorë, ne kemi psikiatrinë që është në Tiranë dhe Spitali i Burgut, në momentin që ndoshta edhe Bajrami do të marrë gjykimin e tij apo dënimin e tij, mund ta hospitalizojnë atje, ku shërbimet zonja Suzana sigurisht janë më të mira se aq. Ne flasim për njerëz që nuk kanë absolutisht aftësinë për të kujdesur për veten. Ligji mbi shëndetin mendor sigurisht që përshkruan që këta njerëz trajtohen me specifika shumë të veçanta, jo vetëm për ndihmë financiare dhe ekonomike, por mbi gjitha mbi ndihmën dhe aftësimin e tyre për integrimin në shoqëri. Atëherë çfarë është bërë me këta 4 fëmijë që vuajnë nga shëndeti mendor, si janë integruar këto në shoqëri? Absolutisht nuk janë integruar fare, por mbi gjitha janë bërë njerëz shumë agresiv. Anxhi, duke përfituar në këto minuta të fundit të emisionit me zemër të hapur, dua ndaloj edhe pak tek gjendja aktuale e Bajramit në kushtet e izolimit në Spitalin e Burgjeve. Flasim për veprime suicide, por edhe për humbje peshe. Ka një koment për këtë? Është normale. Është normale, do me thonë, për ju specialistët është normale. Humbja në 3 muaj, humbje 30 kg. Duket e shëmtuar në fakt kur e komenton edhe jo bukur kur thua është normale. Por janë të pritshme, të justifikuara. Që ai të ketë tentativa suicidale, sepse të kalosh vetëm 1 orë në një dhomë që është errësirë dhe ti nuk ke njerëz
me cilët bashkëveprosh, ti nuk ke njerëz me të cilët të ndërveprosh me ta apo të komunikosh, sigurisht që ti do të arish në mos dëshirën për të jetuar. Ne kemi psikiatrinë këtu në Tiranë, më përpara pacientët të gjithë atje kishin fushat e tenisit, të basketbollit, të sporteve të tjera, luanin shagjit kohës, luanin letra, integroheshin me njëri tjetrin, bënin fiskulturën e mëngjesit dhe kishin dhe ato një plan dhe një program pune. Tani, fatkeqësisht, ato fusha që shërbenin për të integruar këta pacient, janë kthyer në parking makinash dhe gjëra të kësaj natyre, sa që ato mblidhen dhe rrinë vetëm duke luajtur me ato letra, që dhe ato letra ja blin doktorët dhe mjekët që janë aty, sepse nuk është se i financon shteti apo të bëj pjesë Ministria e Shëndetësisë në strukturat të këtij niveli. Unë dua shumë që ndonjë punonjës që punon në ministri, në drejtori të shëndetit mendor, të thotë që ishte emision me zemër të hapur që loboj shumë fort për këtë çështje, që të vihet në zbatim strukturat dhe ato ligje që përfaqësojnë çrregullimet e shëndetit mendor dhe si ti ne ti vinë në Në qoftë se këto institucione do të kishin reaguar që me datën 15 nëntor të vitit të kaluar dhe nuk do ndodhte ngjarja e 20 dhjetorit të vitit të kaluar, atëherë kush nga këto institucione duhet merrte përsipër rehabilitimin dhe hospitalizimin e këtij 14 vjeçarit për të mos ndodhur situata për cilën ne po flasim sot? Sigurisht që çdo gjë fillon nga hierarkia dhe nga instancat më të larta. Në rastin konkret ne kemi Ministrinë e Shëndetësisë, e cila me strukturat e veta, kemi specialistin që inspekton çdo institucion të shëndetit mendor, psikiatrinë në të gjithë Shqipërinë dhe qendrat ambulatore në të gjithë Shqipërinë. Mjekët bashkëpunojnë me njëri tjetrin për të thënë nuk është rasti me cilën unë mund ta marr përsipër, por ka raste të tjera. Dhe duke patur këtë bashkëpunim dhe specialistët midis njëri tjetrit, dhe qytetarët gjenë rrugën e duhur. Mos harrojmë që jo çdo gjë bëhet fjalë për specialistët, pra për mjekët, doktorët, psikologët, psikoterapistët, por ndodh edhe për shkak të mungesave të strukturave. Ne nuk kemi një qendër në Shqipëri, një qendër të shëndetit mendor që mund të kujdesen për këta persona. Ti marrin sepse zonja do jetë aftë edhe saj, edhe 5 vjet. Edhe 6 vjetë, sa do tjetë më aftë, ajo ka nevojë për kujdesin. Në këto kushte që është Bajrami sot, zonja ka kërkuar prezencën e një psikologu. Sa doshmëri është? Duke qenë se Spitali i Burgjeve ka. Është pjesë e stafit. Është pjesë e stafit. Nuk e di nëse nuk ka apo nuk ka, nuk jam informuar për këtë gjë, po patjetër që duhet të jetë pjesë e stafit dhe jo vetëm një psikolog, po duhet të jenë 3-4, duhet të jenë punonjës social që përgatisin plane pune, që vlerësojnë pacientin si ka qenë diagnoza në fillim, sa ka përparuar dhe cilat janë simptomat që ne mund të reduktojmë në vazhdim për ta nxjerrë atë, ja izoluam tani. Bajrami po të kthye në shtëpi, mund të jetë rrezik për një person tjetër të komunitetit. Ai është në moshë 14 vjeçare ku euforia dhe egzaltimi janë shumë më të Pra nuk mbetet gjë tjetër vetëm hospitalizimi dhe sidomos në psikiatrinë e Tiranës, thotë Anxhi, për shkak edhe të kushteve dhe vendbanimit të 14 vjeçarit. Ju falenderoj për prezencën në këtë studio, shpresoj të mos mblidhemi më për këtë temë, duke falenderuar zonjën Suzana që e ndau pikërisht këtë ditë pushimin për gjithë besimtarët Bektashim, për ata që e festojnë Sultan Novruzin. Do doja të dija me familjen e 15 vjeçarit të plagosur me 20 dhjetor, ke pasur kontakte? Jo. Po ditën e sotme, çfarë do t'i thoja asaj familje? Unë do t'i kërkoj një falje për vetë teme, megjithëse çuni është i pavetëdijshëm për çdo gjë që bën, po megjithatë unë i kërkoj falje. Falenderoj edhe një herë, të uroj gjithë të mirat, shpresoj që me ndihmën e avokatës edhe të psikologës të ndjekësh këshillat e tyre të arrish në synimin tënd hospitalizimin që e ke kërkuar që në kryeterës. Falenderit edhe një herë dhe shpresoj të mos vish më në këtë studio, por të ndish për gjëra të tjera më të bukura. Të shpresojmë. Falenderit edhe një herë Sonja Suzan, falenderoj edhe të gjithë ju që na keni ndjekur në këtë transmetim të drejtë për drejtë. Vazhdoni na shkruani në faqen tonë të Facebookut, emisioni me zemër të hapur, jepni mendimet dhe opinionet tuaja për rastin e ditës. Në këtë faqe Facebooku, denonconi dhe rastet tuaja për të kthyer personazhet të studios emisionit tonë. Të gjithë ju që nuk na keni ndjekur në transmetim të drejtë për drejtë, mund të na ndiqni me historinë e ditës të zbardhur dhe në agjencinë e lajmeve Balkan Web. Faleminderit Balkan Web, bashkë takohemi në ditët në vijim. Deri atëherë, mbas ditët këndshme.